rastet spitalore. Është e qartë që tashmë jemi futur në sezonin e gripit, kësaj here mund të themi këtë vit në këtë sezon, ndoshta edhe pak më herët nëse do ta krahasonim me të njëjtën periudhë në vitin e kaluar. Pra, i ftohti erdhi më shpejt, ka lidhje me motin? Ndoshta ka të bëjë edhe me transmetueshmërinë e virusit, nuk do të thosha me ftojen e motit, megjithatë edhe kjo mund të jetë një arsye, por në këtë situatë unë mund të them që jemi në javët e para të futjes në sezonin e gripit. Pra, jemi në javën e 47 dhe që në javën e 45 ne kemi rast të konfirmuar me grip. Sigurisht që situata paraqitet e qetë, nuk është një situatë për tu shqetësuar. Zakonisht gripi fillon me ritme të ngadalta duke arritur pikun në fundin e muajit janar dhe në fillimin e muajit shkurt, atëherë ne presim, domethënë një rritje të numrit të rasteve që paraqiten çdo javë në institucionet shëndetësore. Kemi të bëjmë me gripin agresiv. Për sa i përket transmetueshmërisë, po dhe simptomave. Për sa i përket nëntipeve të gripit, sepse e dim që virusi gripit paraqitet me disa variante, në vendin tonë qarkullojnë të njëjtat nëntipe që qarkullojnë në kontinentin evropian, pra duke u fokusuar tek nëntipi A, kështu që mund të themi AH3 në dyshi, dhe është një nga variantet që qarkullon, dhe AH1 në njëshi. Sigurisht që këto variante, siç e thash edhe pak më përpara, janë prezente edhe në kontinentin evropian. Jemi në fazën që është shpejt për të folur se si do të ketë ecurin epidemia e gripit, por sigurisht gjithmonë në bazë të analizave të ndryshme që bëhen për të studiuar le të themi analizat antigenike që bëhen për të përcaktuar shtamet, transmetueshmërinë, të gjitha këto që lidhen me severitetin pastaj të sëmundjes. Dakor, por si mund ta identifikojmë, si mund ta dallojmë ne që është grip, është ftohje, është viroz, apo atëherë, në këtë janë të treja bashkë dhe janë të ngjashme? Po, sigurisht që këto infeksione, le të themi gripi, virozat e tjera respiratore apo COVID-19 qarkullojnë së bashku dhe pak a shumë sigurisht që një mjek i mirë klinicist apo një mjek familje i mirë ka aftësinë të bëjë edhe dallimin mes formave të ndryshme. Është e qartë që gripi ka shenjat tipike, temperaturën, një temperaturë e lartë, që ndoshta ndonjëherë ndryshe nga virozat e tjera mund të jetë pak më e lartë, mbi 38, dhimbjet muskulare, dhimbjen e fytit, kollon, të gjitha këto janë shenja, domethënë që janë tipike të gripit. Thash që një mjek klinicist mundet t'i dallojë këtë shenja edhe për shkak të fillimit të menjëhershëm që mund të ketë gripi në krahasim me virozat e tjera. Viroza, doktoresh, sepse vazhdimisht dëgjojmë që viroza që po qarkullon ka dhimbje barku ose në një moment tjetër viroza t'jep një tjetër simptom. Pra është në varësi çfarë është viroza? Atëherë, ka pjesë të ndryshme të organeve të trupit? Sigurisht që mund të preki sisteme të ndryshme, mund të jenë të varianteve të ndryshme, por gjithmonë varet nga tipi i virusit që qarkullon. Mund të ketë viroza që kanë prekje gastrointestinale, por mund të jenë edhe viroza të tjera që janë viroza si për shembull ajo rufastinore apo viroza që mund të ngjajnë me gripin, por që kanë një klinik më të shprehur. Kjo varet gjithmonë nga qarkullimi i virozave të ndryshme, të cilat fatkeqësisht mund të bashkëshoqërojnë njëra tjetrën. Dhe kur bashkohet pastaj edhe me gripin, atëherë simptomat janë më të rënda për një pacient. Bashk infeksioni sigurisht që mund të paraqesi problematika më të mëdha. Unë nuk jam kliniciste dhe ndoshta këto janë pyetje që mund t'i bëhen shumë mirë një mjeku infeksionist apo një mjeku klinicist, le të themi. Ne përgjithsisht flasim me statistika, ne si epidemiolog, dhe ne bazohemi në ato të dhëna që kemi nga raportimet qoftë nga mjekët e familjes, nga qendrat shëndetësore apo nga raportimet spitalore për rastet më të rënda që mund të kërkojnë dhe hospitalizim.
Kujtojmë